po u rrita me një frymë, me një edukat familjare, për të drejta që duhet të kemi, për barazin që kemi, pavarësinë, dhe kjo më bëri që pas luftës të filloj me aktivitetin tim si aktiviste e të drejtave të njeriut, sidomos të drejtave të grave dhe të vajzave. Mirë po në kohën e para luftës, jeta ballkanike të gjithë komunitetet ndihkonte që të kemi martesa të hershme. Ishte ndër çështjet që pas luftës nuk u punuan këtë çështje dhe ne si rrjet, si organizatë që ishim, si rrjeti i organizatave të grave Roma Ashkalit dhe Çiftasit të Kosovës, e shprehem si breng dhe si çështje që duhet të punohet. Përmes filmave dokumentar unë ju shpjegova që martesa e hershme nuk është traditë apo kulturë. Martesat e hershme kanë ndodhur për shkak të mos implementimit të ligjeve ekzistuese dhe për të ndryshuar këto lëshime edhe sa është e rëndësishme që një vajzë të jetë e moshës madhore dhe edukuar dhe ta planifikoj martesën dhe familjen kur ajo të vendos. Ne bënim edhe rritjen e punësimit të grave dhe të vajzave të komunitetit Rom Ashkari dhe Gjiptas, sepse me anë të punësimit të tyre në projekte rritej edhe punësimi i grave dhe vajzave. Pastaj, pasi arritëm të nxjerrim nga shtëpitë, ne punuam që ato të jenë zëri i vetvetes, por ne dëshironim që ato të kenë forcën dhe guximin, që ato të flasin për problemet, kërkesat dhe kritikat që i kanë, që të jenë vetvetja, të jenë të pambarura.